Jemi rikthyer në studio me kryetarin e skuadrës së PES, Art Gashin. Art, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë se vjen. Art, herën e fundit kur ishit në këtë studio, skuadra e PES ishte në ligën e parë. Tashmë edhe zyrtarisht PEA është në Superligën e basketbollit të Kosovës. Si e komentoni këtë? Po gjithsesi se tash jemi në një pozicion shumë më të mirë, shumë më favorshëm se herën e kaluar. Unë kam thënë edhe atëherë që Superligës të basketbollit kosovar nevojitet PEA dhe vërtet mendoj që zgjedhja më e mirë e mundur ka ndodhur. Na ka kushtuar financiarisht bukur shumë kjo punë, por i kemi respektuar dhe i kemi paguar gjitha kërkesat që Federata e Basketbollit të Kosovës i ka pas ndaj PES. Si me wildcard, si obligime ndaj vitit kaluar, po ashtu edhe kuotizimet dhe regjistrimet për këtë vit. E thatë që ka kushtuar bukur shumë rikthimin në Superligë. A mund të na tregoni shumën sa ka kushtuar rikthimi në Superligë? Po ka qenë wildcard, ka kushtuar 10.000 euro, fillimisht, që ka qenë 5.000 euro më shtaj se vitin e kaluar. Mandena kemi pagu dënimin nga për tërheqjet e ekipit vitin e kaluar 2.000 euro, disa obligime tjera diku 500 euro, si dhe në fund 3.400 euro kuotizim dhe depozit për sezonën e re që po fillon. Gjithë këto shumë atë dhanën për rikthimin në Superliga mund t'ju shkaktojnë probleme në buxhetin e PES për edicionin e ri? Po mundën me shkaktu, po në planifikimet tona, ne kemi zbrit shpenzime tjera ku kemi pas hapsin, nuk është në një shumë e madhe kur mirët parasysh që do tjetë për 1 vjet. Normalisht, këtë shumë do e largojmë nga pagat e lojtarëve të huaj që do i sjellin. Si është pritur rikthimi i PES në Superligën nga dashamirët e basketbollit në PEJ? Po shprit mjaft mirë, gjithmonë ka pas shpresë, domethënë që një gjë e tillë do të bëhet. Edhe ju e dini shumë mirë që tifozët në PEJ dhe dashamirët qytetarët e PES janë nga dashamirët më të mëdhenj të basketbollit në gjithë Kosovën, po ashtu edhe në regjion shumë ekipe kur vijnë nga Ballkan Liga çuditen me dashurinë që qyteti i PES ka ndaj basketbollit. Edhe ata janë gëzuar shumë, unë jam gëzuar shumë për veti që edhe ata sot janë të lumtur me klubin. Me rikthimin e PES në Superligë, cilat janë synimet këtë edicion për PES? Ndoshta është herë të flasim për këtë? Po me përforcimet që kemi filluar të bëjmë, para përforcimeve po flasim për ndryshimet që kemi bënë në shtabin teknik, me sjelljen e trajnerit mirënjohur Daniel Luc si dhe trajneri tjetër kroat Branimir Pavić, cilët kanë ardhur me vetëm qëllim që të punojnë shumë në aspektin sportiv të klubit, që do të përgatisin një ekip të fortë për Superligën e Kosovës, Kupën e Kosovës si dhe për Ligën Ballkanike, ndërsa pjesë tjetër e punës tyre shumë e rëndësishme është edhe përgatitja e kategorive të reja apo ndërtimi i një akademie të basketbollit apo shkolle të basketbollit. Mos me thonë ndërtimi sepse ne veç e kemi pas akademinë dhe gjitha kategoritë në garat zyrtare të Federatës së Basketbollit, por gjithsesi që të punohet me to, të rindërtohen dhe të ngriten në nivelin që ne dëshirojmë. Edhe në këtë afat kalimtar, PEA ka ruajtur në një farë forme bazën e ekipit, keni nënshkruar me Drilën Arizin, Fisnik Rugovën, Alban Veselin, madje keni sjellur edhe vëllezërit Zekić. A pritet të ketë transferime tjera të lojtarëve vendor flasim? Mendoj që me lojtarë vendor për neve merkatoja është mbyll. Me lojtarët që i përmendet unë mendoj që këta janë lojtarët boshti i reprezentacionit të Kosovës, si dhe boshti i skuadrës së PES nga viti i kaluar, kur shtojmë aty edhe lojtarët si Ron Grapci, Arti Hajdari, Blendi Kadusha dhe Mirza Murić, të cilët janë ende të rinë e moshë dhe premtojnë shumë për të ardhmen. Mendoj që skuadra me 4 përforcimet e huaja, 3 janë tash edhe 1 do bëhet më vonë, para fillimit sezonit domethënë. Mendoj që skuadra do të jetë e fortë dhe do të jetë një pejë që jemi mësuar që ta shohim gjatë gjithë kohës. Deri më tani keni sjellur vetëm 3 lojtarë të huaj, thatë se do të vjedhë një lojtar. A mund të na tregoni se për kë bëhet fjalë? Po për momentin emri nuk mund ta jap, po mund të tregoj që lojtari që do të vijë do të jetë i pozitës 4-5, domethënë do të jetë krah qendër. Në ekip është rikthyer trajneri Daniel Luc, së bashku me të është rikthyer Branimir Pavić. Çfarë roli ata do të bëjnë te skuadra e PES? E thash më herët, domethënë ata post që do të merren me ekipin e parë që do ta përgatisin një skuadër shumë fort, gjë që deri tash e kanë bë. Tash duhet që ajo ekip të komponohet, punohet shumë atë ekip që të shfaqin lojra të bukura, të cilat ne gjithë i presim, po thash më herët shumë e rëndësishme është edhe
puna atyne që do të bëhet me gjeneratat e reja, ku ne shpresojmë shumë që në talmen e afërt të nxjerrim talent nga akademia jonë, gjë e cila realisht na ka munguar në këto vitet e fundit. Ndeshjen e parë këtë edicion do ta luani në Superkupën e Kosovës ndaj rivalit të vjetër si Gal Prishtinës. Çfarë presni nga kjo ndeshje pasi që jemi afër kësaj ndeshje? Po Superkupa është ndeshja e parë dhe është shumë vështirë me analizuar ndeshje. Prishtina ka ndruar gjithë ekipin, domethënë tek ekipa që e ka fituar vitin e kaluar Ligën Ballkanike është vetëm Edmond Azemi, me sa kam informat, dhe janë 11 lojtarë tjerë. Ndërsa tek ne ka mbetë domethënë një 50% i skuadrës. Domethënë të dyja skuadrat janë skuadra ndryshme nga viti i kaluar. Prishtina ka mbajtur trenerin, ne kemi ndruar trenerin. Edhe është shumë vështirë me komentu para ndeshjes, po gjithsesi do të jetë një lojë shumë e bukur si gjithmonë. Do të jetë një lojë shumë e fortë midis dy skuadrave më të mira kosovare, ku refusim aty edhe rivalitetin që kemi mes veti, gjithsesi se do të krijohet edhe një atmosferë e bukur. Thatë se ju keni mbajtur gjysmën e ekipit për dallim nga Sigal Prishtina, a shihni këtë pikë si përparësi ndaj Sigal Prishtinës në këtë ndeshje? Po në një anë është përparësi sepse domethënë lojtarët vendorë që kanë qenë vitin e kaluar kanë mbetë edhe këtë vit. Në anën tjetër Prishtina ka siguruar lojtarë shumë cilësor vendor, edhe pse nuk i ka atë vitit kaluar, po këtë sezon ka lojtarë shumë kualitativ vendor. Gjithashtu ka lojtar ka transferuar duket 7 basketbollistë të huaj. Normalisht gjithë nuk do të luajnë në Ligën e Kosovës sepse nuk lejohet, po cili do prej tyre që do të luajnë, ekipa e Prishtinës do të jetë një ekip shumë e fortë, shumë e rrezikshme për kundërshtarët. Por edhe Prishtina ka domethënë atë mungesën e madhe që në mendimin tim është vitin e kaluar ka qenë mbi 50% e skuadrës, domethënë lojtari më i mirë i Kosovës, Dardan Berisha. Pikërisht edhe ndeshja hapëse në Ligën Ballkanike do të jetë duel mes ekipeve kosovare. Do të luani përballë Bashkimit në Sezajr Suroj. Çfarë presni nga kjo? Po është mirë që tash janë 3 skuadra në Ligën Ballkanike, është vërtet ndjenjë mirë kur e din që pak kohë më parë nuk kemi qenë të luajmë në gara ndërkombëtare, ndërsa vitin e kaluar ne kemi qenë në gjysmë finale, ndërsa Prishtina ka fituar ligën. Këtë vit jemi 3 skuadra, jemi shteti me më shumë të skuadras bashku me tash jemi faktikisht me tërheqjen e Sutjeskës, jemi vetëm shtet që i kemi 3 skuadra në Ligën Ballkanike, edhe është ndjenjë mirë, është domethënë shaj që basketbolli i Kosovës përkundërse çfarë thonë njerëz ka përparu. Basketbolli i Kosovës po mundën me thith investime, se janë parat bukur të mëdha që 3 ekipet shkojnë në Ligën Ballkanike. Flasim për ndeshjen me Bashkimin, njëjtë sikurse me Prishtinën dhe me Bashkimin, ne posaçërisht kur luajmë si mysafir, krijohet një atmosferë shumë e bukur, një atmosferë e zgjartë. Një rivaliteti që kemi edhe me skuadrën e Bashkimit, por në vitet e fundit rivaliteti ka filluar të zbehet për shkak të dallimit në kualitet të ekipave, por mendoj që me inkuadrimin e Bashkimit Ligën Ballkanike ky rivalitet përsëri do zgjohet dhe do të bëhen lojna shumë bukura, lojna shumë të forta. Edicionin e kaluar, PEA ishte gjithmonë finalist i Ligës Ballkanike. Këtë edicion a pritet të jetë finalist apo ta fitoj? Po viti është viti i tretë me radhë që marrim pjesë në Ligën Ballkanike. Vitin e parë, domethënë nuk kemi mujt me arrit në top 6. Në vitin e kaluar jemi shkuar në gjysmë finale, domethënë kemi bën një avancim të madh. Edhe këtë vit shpresoj që s'paku të jemi në finale, domethënë që të luajmë në finale, të jemi finalist, e pastaj finales ku nuk i dihet, por duke pa kualitetin e skuadrave tjera dhe duke ditë forcën tonë, tifozët tonë, cilët janë vazhdimisht domethënë me ne krijojnë atë atmosferë impozante që është shumë e vështirë për të luajtur për ekipet kundërshtar, për shkak dhe i falenderoj shqiponjat shumë. Mendoj që mendimin e tyre ne mundemi me arrit deri në finale. Faleminderit që ishe sonte me ne. Faleminderit për juve.